Kryetari i Bashkisë Shkodër, Benet Beci, ka informuar për vijimin e punimeve në kantierin pranurës së Baçallekut, zonë e konsideruar si një nga nyjet kryesore të hyrje-daljes në qytet. Punimet janë pjesë e projektit për rikualifikimin e hyrjes së Shkodrës dhe po zhvillohen në funksion të përmirësimit të infrastrukturës rrugore. Sipas kreut të bashkisë, ndërhyrja synon rritjen e sigurisë në qarkullim, si për automjetet ashtu edhe për këmbësorët, si dhe përmirësimin e organizimit të trafikut në këtë segment rrugor. Projekti parashikon gjithashtu rregullimin urban të zonës përreth, me qëllim stabilizimin e hyrjes në qytet. Në deklarimin e bërë në rrjetet sociale, Benet Beci thekson se rikualifikimi i kësaj zone ka për objektiv krijimin e një hyrje funksionale dhe përfaqësuese për qytetin e Shkodrës në përputhje me zhvillimin urban dhe nevojat infrastrukturore. Sipas tij, ndërhyrja do të kontribuojë në një prezantim më të rregullt të qytetit për banorët dhe vizitorët, duke përmirësuar njëkohësisht aksesin dhe qarkullimin në këtë zonë.